Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, 2B Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent, e Spitali Lindja. Mirë mbrëma, miqtë e mi, po takohemi prapë në emisionin Jet o Jet e sonte e kam të ftuar Jehona Lushaku Sadriu, drejtoresh ka qenë në komunën e Prishtinës, më vonë ju rreth Garës për të bërë deputet e kuvendit dhe ja rriti me shumë sukses, por ja që kjo legislatura fundit ishte si ishte dhe shkoi siç shkoi. Për të na kallëzuar më shumë për situatën politike në Kosovë, se çka po ndodh, sot e kam të ftuar Jehonën dhe do të bisedojmë për temat e cilat neve si qytetarë na shqetësojnë, e kem qef me i dëgju nga njerëzit që janë bartës ose që kanë kërku votën e qytetarëve për t'i bartë procesin mbi supet e tyne. Jon, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Do të gjithsesi ta prezantojmë edhe bendin ton. Djem, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Këta do të na argëtojnë në prag të festave të fundvitit. Me na i këngë të bukur që është din këta. S'kena për juve. Faleminderit shumë. Ma bon me dor, tu man kushe, moj belhol, ma bon me si, ma bon me dor, ma bon me si, ma bon me dor, o të predjali në obor, ma bon me si, ma bon me dor, o të predjali në obor, jasha. Hidhe dridhe shamin me lezet, si një zane bukur, po më vjen, e bukur është valja, e kur kërcen sorkalja. Hidhe dridhe shamin me lezet, si një zane bukur, po më vjen, e bukur është valja, e kur kërcen sorkalja. Hidhe dridhe shamin me lezet, si një zane bukur, oh po më vjen, e bukur është valja, e kur kërcen sorkalja. Hidhe dridhe shamin me lezet, e si një zane bukur, oh po më vjen, e bukur është valja, o kur kërcen sorkalja. Për neve është knatësi që na u bashkove të emisioni Jet o Jet. Në emisionin tonë zakonisht provojna me i diskutu temat pak ma rafsh, ma në kuptimin që me mëri ma qarta zi të publiku. Çka është ka ndodhë me situatën politike në Kosovë? Një përshkrim fillestar. Fatkeqësisht Kosova e ka një situatë tepër vështirë politike, është zhyt në një krizë ekonomike ku qytetarët janë varfru, e kemi një mungesë të qeverisjes edhe dorës qeverisë për shkak se kemi njerëz të papërgjegjshëm në qeveri, e kena kryeministrin që është në ikje, po që nuk po don me lëshu karikën e kryeministrit e me çdo ngulm
po qeverisë në mënyrën e pa duhur të mos e shfrytzu buxhetin, të e lënë suficit, të mos marrë asnjë hap, asnjë reformë, s'ka bo për 5 vjet asnjë investim as në arsim, as në shëndetësi, as në reforma ekonomike që me përmisu jetën e qytetarëve. Në të kundërtën kemi shtrejtim të rrymës, shtrejtim të produkteve, kemi falimentim të bizneseve, sepse ambienti është bërë i pabajtshëm, edhe në përgjithësi është situata e vështirë. Fatkeqësisht, po ashtu që ky kryeministri që është në pushtet sot, porrin në karikën e kryeministrit, e ka thyr kushtetutën një 48 herë prej shkurtit deri sot, nuk i përgjigjet gjykatave, e sfidon ekzistencën e shtetit. E ka sfiduar edhe atëherë kur ke deputet në legjislaturë dhe shkoj ke lujke rolin e kryeministrit. Edhe përkundër faktit që ka vendime të gjykatave që ai si respekton. As vendimet e gjykatës kushtetuese, as vendimet e gjykatës supreme. Krejt kjo i bën njerëzit pesimist për Kosovën që jemi të jetu në një shtet të pabajtshëm, domethënë të pajetueshëm, e ka humb shpresën që bëhet më mirë, edhe i ka varfru familjet për me i sundu ma letë. Se kush ka studiu shkenca politike, e dini thanje që për qaje sundo është motoja e se cilit autokrat që sundon në për botë. Edhe qëta e ka bo Kurti gjatë këtyre viteve. Është situatë fatkeqe, po tash është një shans, po ashtu se këtë muj kemi prapë zgjedhje. Qytetarit ja kemi kthy të drejtën me vendos edhe njerë. E shpresoj shumë jeton që kësaj here qytetarit e kanë pa, që përkundër faktit që ja kanë dhonë shumicën, përkundër faktit që e kanë qitë partinë e parë, ai është tregu pa asnjë potencë politike për me bo shumicën edhe me bo qeverinë, ja dhonë qeverinë vendit, për çka e ka marrë legitimitetin. Pse? Se është kryeneq edhe nuk din me bo politikë. Edhe tash unë shpresoj shumë që të mos e merr këtë shumicë, edhe na jep neve tjerëve me provu. Jehona, na kemi pa një akter televizës vetëndosje, si duket quhet Liza Gashi, ka thonë që nga pas lufta, qytetarët e Kosovës asnjëherë pare ma shumë nuk kanë pas. Nashta ke dëgju, nashta se ke dëgju. Jo, e kam pa, po. A mund t'jetë e vërtet kjo, po na nuk pishohëm këto? Jo, për s'është cilën e vërtet. kategori ka folë? Deklarata e asaj zëvendës ministrës është totalisht e pasakt. Qytetarët s'kanë qenë kur më të varfër se tash, pagat nuk janë rritë, kredit janë rritë, bankat tona kanë dhënë kredi më shumë se kur doherë dhe jo për investime kapitale, po për mbijetesë, për te i kalim të mujit me muj. E kjo është, do me thënë, situatë shumë e vështirë për qytetarët. Kemi shtrejtim të energjisë elektrike, shtrejtim të produkteve bazike, këshure sa kushton qumshti, buka, kripa, krejt kushtojnë minimalisht 35% ma shtrejt, edhe nuk është situata e njëjtë. Po qytetarët besoj që e din edhe është mas mirti me matë vetë. E kjo pas rogën 800 euro, qka ke bleti me 800 euro para 4 vitësh edhe qka blen sot? A mund është me ja dalë njësoj? Unë, do me thonë se cili qytetar e vrenë, kur të shkon me ble, qysh janë rritë çmimet. Kjo ka arë si rezultat edhe inflacionit, po qeveria është ajo që mundet me u ahek për shembull taksat produkteve bazike, millit, qumshtit, kripës, se ka bo. Ai që premtoi ke dikur që ka me bo bukën 30 cent, ai ka bo 60 cent. Kështu që besoj që secili qytetar e din se që kjo është mas leti e matshme, çka ke bleti për para dhe apo më në sot me ja dalë. Për një banez sot njerëzit paguajnë nga 300 euro rrym, edhe nuk është në rregull, sepse është rezultat i disa politikave që i ka bo Albin Kurti e Artane Rizvanolli që i kanë marrë prej karikave atje të qeverisë. Ja, unë këtë që po e thu, unë personalisht po flasë në cilësinë e audiencës e besoj. Po zonja Liza Gashi po e thot një gjatë tjetër. Unë jo dhote drejt nga këndvështrimi një shikuesi. Po a nuk po më rini mu artikulu mjaftueshëm për me përquqit mesazh të publiku dhe pse ata po i besojnë ma shumë Liza Gashit,
po i besojnë kuptimin e votës, se sa juve që po e thënë një të vërtet madhe që fatura rrymes është rritë, çmimi i shportës bazë është rritë, inflacioni është i dokshëm, kanë fillu bankat mos lëshojnë kredi për bizneset. Çka është ka ndodhur me këtë fenomen? Kjo është për mu si shikues, domethënë duhet më ngjit emrin këtij fenomeni. Kur ti del e thu një të vërtetë, se kjo është e vërtetë sepse për të vetë në kurizin tem, dhe ajo del thotë që ti je i pavetëdijshëm se ki parë më shumë, dhe unë filloj me besu të kjo që thotë ki parë më shumë, as që në fakt s'kam. Jo, jeton, nuk është ashtu, nuk ju besojnë njerëzit këtyre, ju kanë besu para 5 vitesh se kanë shpresu shumë në një ndryshim pozitiv për çka ja u ka premtu vetëvendosje, ja u ka kriju një iluzion që Kosova mundet me këty dhe më bo shumë mirë brenda një kohe të shkurt. Po e shohim që trajektoria, as e shtet formimit, po as e zhvillimit të shtetit ton, nuk ndryshon me njerë edhe nuk ndodh as një mrekulli e me njerëshme. Se ka procese, ka ligje, ka kushtetut, edhe ka njerëz që duhet kujdes shumë me i bo politikat dhe nuk ka as një ndryshim që ndryshon diçka shumë. Si rezultati që ati besimi para 5 vitesh, na ja kemi dhonë rastin edhe kemi pasë se çka një populist, se kjo është diskurs populist, po është prape komplikume me thonë populizm, po plot shtete e kam pas këtë smundje, si me thonë, smundje politike, plot shtete, e kanë edhe sot, plot shtete autokratike e që kanë lider me diskurs populist. Por, çka është e mira në Kosovë, se qytetarët e Kosovës janë si elektorat, kanë qenë elektorat i emancipum që kanë bërë ndryshime prej një partije në partinë tjetër, edhe kanë kërku një dinamizim të punëve, se plot qytetarë vërtet ja dojnë të mirën këtij vendi dhe dojnë me pa ndryshime pozitive dhe mundësisht sa më shpejt. Qëra na jena gjenerata që e kena përjetu edhe luftën, edhe vitet e 90-ta, edhe për një me e kena edhe tranzicionin, edhe normal që kemi qef me pas ndryshimet me njershme, me pa Kosovën, edhe shumë ma mirë se që është sot. Por, atë zbën kur me harru. Që kam ri Kosova në 20 vjetë që po i referohen këta, është kapitale. Kosova është shtet i pavarur, është kurorzu njeni prej projekteve më të mëdha historike, shqiptare, thuj lirisht se adin mundet me konë një sakrificë e shumicës shqiptare për këtë shtet. Sot e kemi një shtet të njohur ndërkombëtarisht, edhe normalisht që tranzicioni dhe ndërtimi i demokracisë dhe i evropianizimit është proces që kërkon shumë impenjem, shumë vullnet edhe shumë angazhim. E tash, këto gënjeshtrat që vijnë prej politikanëve specifik për me mri rezultate të menjëhershme, quhen politik populizëm, për mi gjujt mjegull qytetarëve. Njënën anë na bojnë për shembull, se tash po të kaloj një pjesë tjetër, po njënën anë këta e kanë sloganin e partisë. Mos u dorëzo se çushke begatije e lumturi diçka kështu. Mos i shope. Po, mos i shope është ajo. Jo, mos i shope, që i bjen është në vetvete konfliktuoze, që i thret në masovizim konfliktuoz, e njënën anë e she ish kryeparlamentarin, njënin për figurave të vetëvendosjes, që del edhe viktimizohen në televizion, thotë, këshyre bre se na falni, kemi gabu, kur e kena thonë hajvana, kemi gabu këtu, kemi gabu aty, gjuha ati s'ka qenë korekte, do me thonë mundohej me një emision, pas 5 vitesh, munges në studio televizive, me u shpëla. Ta shunë shpresoj shumë që qytetarët tonë mos mi hangër këto fore, mos me mirë kuptu këtë sjellje, tash as të glaukut dhe as kush nga vetëvendosje, sepse fatura e dëmit që ja kanë bo Kosovës gjatë këtyre viteve është e lartë. Duhet me qenë shumë serioz. Votuesi jonë duhet me gjyku në mënyrë kritike që mos me votu ose mos me ja dhanë përkrahjen të njëjtëve politikan, të njëjtës parti që e ka sjellë Kosovën deri këtu. Duhet me shku në opozit këta, mu emancipu si parti politike, edhe me na ardhë me një verzion të ri të vetëvendosjes për me qeverisën të ardhmen. Po për ndryshe, tash e tutje nuk është mirë me folë edhe me mundu me arsyetu se fatura është tepër e naltë. Mirë, krejt këto janë të vërteta,
në kuptimin çka shihet, çka preket. Po megjithatë në fund ditës njerëzit thonë në veriun Albini e çliraj noshqi po me faturar e nolërim. Veriu në çliraj. Si është gjendja në veri, në kuptimin përpara ka pas policë të rregull, tash veriu menaxhohet me njësi speciale. Menaxhohet qysh menaxhohet, po jo që jeni direkt të përfshirë në politikë. Si është gjendja në veri? Qyre, secila qeveri e ka obligim që mi trajtu krejt regionin, do me thonë, krejt teritorin e Kosovës njësoj, mu mundu me shtri sovranitetin, rendin dhe ligjin, edhe me bo integrimin e minoriteteve në institucionet tona. Me plot marrëveshje është arrit shumë që me i detyru sërbët me pranu shtetin e Kosovës dhe me hynë institucione, me e njoft legitimitetin edhe sovranitetin e shtetit tonë. Marrëveshjet e Brukselit kanë arrit që sistemin gjyqësor, prokurorial, me e shtri në veri. Ajo ka qenë sovranitet. Veç kush nuk kupton se ajo është sovranitet. Policia me stemat Kosovës është sovranitet. Tani, unë nuk e di për çka po flasim, për çfarë sovraniteti. Ne kemi komunat me kryetar të komunave legjitim serb, të cilët janë legjitimuar në zgjedhjet e fundit. Sot kemi, absolutisht nuk kam asgjë kundër në kuptimin që ne të japim mundësi dhe të drejta të barabarta, vetëm se energjia e kësaj qeverie që është thënë nga aspekti i diskutimit që veriu, çlirimi, këto janë vetëm një lloj, është shumë e vështirë me përshkru. Për me thonë pak më të sakt, po du me thonë sakt. Po gjithë kjo energji në një kohë kur ti e ke edhe këforin atje, ndërkohë që atë se çka po thua që shtrirja e sovranitetit dhe çlirimi i veriut, ndërkohë që na nuk shohim, na i shohim të njëjtit kryetar komunash, të njëjtat polici, të njëjtit gjykatës, prokuror, do të thonë çto janë elementet e sovranitetit. Për çka jemi të folë? Na jemi të folë për, nëse flasim për simbolikat, ne e aplaudojmë çdo ngritje flamurit të shtetit Kosovës në çdo cep. Do të aplaudonim edhe ngritjen e flamurit Kosovës te Graçanica, se është që tu afër Prishtinës. Do të aplaudonim, do me thonë, po këtu është ideja e integrimit të minoriteteve, është një bashkëbisedim në kuptimin që të bësh një integrim natyral, ku edhe sistemi i arsimit, edhe sistemi i shëndetësisë, do të ishin të integruara brenda sistemeve tona. Po cilat janë që ato elemente për cilat krenohet kurti sot? Vërtet kisha pas ëndër me pa qështu një herë dhe me i thonë, a mundesh me më tregu veç konkretisht? Cilat janë? E tash, nëse flasim për rendin dhe ligjin, nëse ka një sforcim edhe një të rendit dhe ligjit, ne aplaudojmë, ne kemi mirëprit çdo veprim që ka pas të bëj me luftimin e kriminalitetit. Kontrabandës. Absolutisht, kjo është e nënkuptueshme. Për këtë ka përgjegjësi se cila qeveri, bile nëse do me thonë diçka jeton, unë e kam bindjen, jam shumë e bindur, që LDK-ja në qeveri do të bëj shumë më shumë se Kurti që ka bo në veri. Jam shumë e bindur, ne do të angazhohemi që të shtrijmë rendin dhe ligjin në krejt territorin. Edhe kjo është obligim i secilës qeveri, është diçka e nënkuptueshme, po jo që ta bësh një kauz për t'i ngjallur frikën e luftës qytetarëve tu. Edhe që kjo është njëna prej preokupimeve edhe fatkeqësive më të mëdha që e bën. Jehon në veri, sipas informacioneve që unë i kam, rryma, çmimi i rrymës është më i ulët se sa në pjesën ku jetojmë ne. A është e vërtetë kjo? Po. Për shkak që a kanë sorsin e njëjtë, a kanë burimin e njëjtë. A merret prej kekut, normalisht kur s'ka kek i marrën prej Bukamovicit, po kjo temë tjetër. A furnizohemi prej njëjtit burim? Pse aty në Malire ne mashtrajt? Që kjo është pyetje shumë e mirë me ja bo kryeministrit edhe ministrave dikasterit. Mirë, ata nuk vinë, ta që ka njës me arë ka pak në për studio, po që të na hala s'ka rastis me arë. Po, sepse
ka ardhë, me këtë kauz ka ardhë në pushtet, ka thënë që është diskriminuese, nuk bën. Na flajmë mi thënë gjellë e kemi rrymë në mashtajnë në Evropë. Bi trepçën, ato, do me thonë dhe ka licencu firmat që kanë bazën në Serbi për energjetik, nuk ka bo as një ndryshim për cilin ka folma për para, përveç se është në gjizë e i ka zbulu edhe disa firma tjera anonime që me i përfshi në fushën e energjetikës. Do me thënë njëri nga shqetësime tona edhe si parti, po edhe si individ, është që brenda vetëvendosjes janë persona me shumë pesh, të cilët janë të implikuar në aferat me energji elektrike. Edhe kjo duhet me u hetu masivisht nga prokurorët me u dënu nga gjykatësit aty ku ka keqpërdorime, sepse ju e dini që na kemi një ambasador që është nën hetime, që kemi drejtor të kekut të mbrum prej vetëvendosjes që i kanë marrë vendimet me SMS-a prej zyreve të partisë. Dhe krejt këto e kanë dëmtu Kosovën, po e kanë dëmtu edhe qytetarin e Kosovës, se qytetari i Kosovës e pagun krejt atë faturë. Do me thonë, neve që na u ka shtrejtu rryma, na i kontribojmë që aty në mafisë energjetikës. E tash kush ku është, besoj që i takon gjyqësorit për me na tregu dhe me gjetë. Po kjo duhet me ndodhë sa ma shpejt, edhe këtu nuk është kërkushimon. Këtu duhet me uhetu krejt kjo skem, sa ma shpejt që është e mundur. Jo si parti ish opozitës, me siguri e këni përcjell ish asamblejistin e Komunës Prishtinës Berat Lahun, që ka dalë në një studio televizive dhe ka thonë që EFT-ja, djallit Vukhamovicit, në qoftë se s'ka bëj, firma ati është regjistru në vitin 2015, por që mas ardhjes së lëvizjes vetëvendosje në pushtet në vitin 2021, është licencu. A keni pas informat për këtë gjë? Jo, ne s'kemi pas informat për aq kohë sa nuk krejt këto vendime janë marrë në mënyrën ma jo transparente të mundshme. Sot e asaj dite si kitë publikume këto dokumente. Ne kemi bërthirje që të bëhen publike të gjitha kontratat, që të bëhen publike të gjithë tenderët që janë dhënë në fushën e energjetikës, po edhe në çfarë do fushë tjetër. Na a dini që kemi një numër të jashtëzakonshëm të tenderëve një burimor që i kanë nënshkruar dhe nuk janë kërkuar procedura transparente. Na kemi probleme pas qasje, madje edhe si deputet kemi pas probleme pas qasje në dokumentet që i kemi kërkuar. Por ajo që është e rëndësishme është se po del që këta kanë licencu pikrisht firma të Vukhamovicit, firmën e Vukhamovicit, që është përgjegjëse për transportimin e energjisë. Dhe për këto duhet veçhetime, se krejt debati pro et kontra mbyllet me një hetim serioz i cili rezulton me gjetë. Këto du me bo organet e drejtësisë. Pse s'pebojnë? Nuk e kam idenë pse s'pebojnë. Do me thonë, kjo është pyetje për gjyqësorin, po na i bojmë thirrje që sa ma shpejt që është e mundur, mi pa rregullësit dhe me ardhë deri në përfundim. Por aspekti politik është a bashkë që të firme pas këtë licencua? Do me thonë bashkë që ato që vetë Albini thojke që hej, këta i shesin rrymë Vukhamovicit, ndërkohë që në atë kohë as nuk u kone licencu me ajo firmë, tash vjen kym pushtet dhe në qatë moment e licencon. Ish opozita, a s'ka mujt me maru ta mën argumentin që me kuptu qytetarë që po na shohin, që më shpjegu që Vukhamovici po bashkëpunon me qeverin Kurti, jo me qeverit paraprake. Unë të paktën nuk e kom pa në konferencë për shtyp nga ish opozita, që të paktën del e shpjegon, dal nga dal, që Vukhamovic janë ardhën e pa kur ka ardhur lëvizja vetëvendosje, jo kur kanë qenë të tjerët. Po nga dal me shpjegu, sepse si duket senet po ikin shpejt e shpejt, edhe koha internetit, po pak na ka huq, në kuptimin që me transmitu të publiku që Vukhamovic janë hinë loj kur ka ardhur lëvizja vetëvendosje. Këto unë se kom pa për ish opozitës. Jo, nuk e besoj që, do me thonë, nëse ka dikush që Diri sa ka dalë Berat Lahu, me shpjegu që në vitin 2015 është regjistru si firmë EFT-ja Vukhamovicve,
Domethënë, na nuk e kemi pas qartë. Po dhe po jeton, unë po të them që informacionet kanë qëndru sekrete dhe kanë qëndru brenda qarqeve të vetëvendosjes. E Berat Lahun për të cilin ti po flet, ka qenë njeri prej atyre të brendshmit e vetëvendosjes. Po, veç ju si ish opozitë dhe si opozitë po ne nuk kemi qenë brenda. keni të drejtë me pas qasjen dokumentet zyrtare. Po kemi drejt, po... Me kërku dokumentet zyrtare që ka ndodhë me Vukamovic, kur është regjistru, kur është licencu. Unë menoj që krejt çka kemi pas, dokumente, krejt çka kemi pas, informacione, i kemi transmetu, i kemi ngrit si shqetësime në kohën që i kemi pas. Do të thonë, opozit bërja jonë është mbështet në informacionet që ne i kemi pas, edhe me çdo ngulm faktikisht kemi insistu me gjetë. LDK-ja e ka risjell këtë temën e Vukamovicit. LDK-ja e ka ngrit si shqetësim, edhe tash që është bërë e madhe, është faktikisht LDK-ja meritorit që kjo u aktualizua. Po, te ke fundit, hiç nuk është me rëndësi merita me marrë dikush kush e ngriti si temë, po është tepër e rëndësishme çka në të vërtet ka ndodhur, edhe me të kuptu qytetarët që vërtet ky kandidati i vetëvendosjes për kryeministër ke 5 vjet, edhe i boni sanet edhe ma keq se sa që i kanë bo ata para prak. Kështu që është mirë që të paktën mos me trajtu, as mos me përkra, me trajtu tash krejt njësoj edhe tash me bo matjen vërtet kush qeveris e kush jo. Na jemi shumë krenarë që si parti e kemi një alternativ tepër ndryshe prej vetëvendosjes, kemi njerëz tepër ma të pregaditun, kemi kandidatin për kryeministër që është 1 milion herë ma i përgaditun se kryeministri aktual, Zoti Abdi Gjiku, dhe çka po dua me thonë është që kemi programin që i adreson problemet e sakta edhe zgjidhjet më të mira për qytetarët. Edhe për çfarë mendoj që LDK-ja ka me pas sukses shumë më të mirë kësaj here, se veç qytetarët, domethënë, u bindën që s'kan marrë kur gjo ma shumë prej vetëvendosjes. Që mos ta bojna shumë biseden serioze kështu a ditë dejnë skajt, po shkojmë me një këngë edhe kthehemi prap të mysafirja. O shke bregoce që porrin të shpia, o shke moj goce që porrin të shpia, kam hallat e mija moj, kam hallat e mija, kam hallat e mija moj, kam hallat e mija, moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma do që moj, more zemrëno, moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma do që moj, more zemrëno. O shke bregoce që porrin ke qeshmja, o shke bregoce që porrin ke qeshmja, kam hallat e mija moj, mu ka hub të leqja, kam hallat e mija moj, mu ka hub të leqja, moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma to që moj, more zemrëno, moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma to që moj, more zemrëno. Moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma to që moj, more zemrëno, moj goce vogolo, moj goce vogolo. Aman se shma to që moj, more zemrëno.
Nga pas lufta në Kosovë është i rasti i dytë kur në dhjetor mbahen zgjedhjet. Atëherë ka qenë në rast nëse nuk gaboj, pasi që ka dhënë dorëheqje presidenti i vendit Fatmir Sidio, nëse nuk gaboj, dhe është rasti i dytë kur mbahen zgjedhjet me 28 dhjetor. Ne me 28 dhjetor është fundi i vitit në prag në vigjiljet e festave, kuri diplomatik nuk është prezent, organizatat ndërkombëtare që janë mbikëqyrë në procesin zgjedhor nuk janë prezent, masnej jo si LDK e dini që firma e cila e ka marrë tenderin për përgatitjen e fletë votimeve ka qasje pak zoti Berishaj Martini i njohur, a mendoni që edhe a keni bë sa duhet këtë temë në publik me kuptu që fletë votimet i marrojnë shokët e Martinit. E në qëto fletë votime, sa ka siguri kur një militant i vetëvendosjes e shtin dorën të qëto fletë votime. Sa ku me mujtë më mbikëqyrë procesi zgjedhor, pa kor diplomatik, pa organizata që e mbikëqyrën dhe e monitorojnë. Duke pas të qartë që Martin Berisha është aty më prodhem, ku shty fletat ku dalit, a i pretë dhe i këshyrë. A ku me mujtë mu menagju që kjo proces zgjedhor, kur dihet që edhe mekanizmin ose instrumentin e mbikëqyrjes në Kosovë e ka vetëvendosja. Tash ka shumë nivele mbikëqyrje edhe mas pari institucionet tona janë ato që kanë përgjegjësinë e organizimit zgjedhjeve. Janë institucionet të pavarura, po tash na mundohemi në bazë fuqisë që e kemi me i mbikëqyrë edhe institucionet tona, edhe mrenda, me vëzhgues, me krejt njerëzit që i kemi të pranishëm në vend votime, në KQZ. Do me thonë, gjithka kemi njerëzit tonë dhe nuk i ka veç vetëvendosje, po i kemi edhe ne që janë të certifikuar nga institucionet. Dëshiroj me mendu edhe me besu fort që KQZ-ja nuk lejon një manipulim të tillë, na munduemi me bo krejt përgjegjësinë tonë me ushtru për me mbajt të llogaridhënës këtë sistem edhe mos me leju vjedhje e keshpërdorime. Është shumë shqetësuese faktikisht edhe rezultatet e disa komunave edhe disa raste që janë konstatuar që ka mund të jetë ky treni bullgar i pranishëm në zgjedhje. Ky është fenomeni më i damshëm. Shpresoj shumë që qytetarët tonë mos me u ble me pare për vot, sepse kjo është një fatalitet që i bëhet shtetit tonë direkt. Domethënë, ai njeri që e blen votën ose ai njeri që pranon me u ble për votën e tij, kjo është akt jo patriotik. Edhe është e keqja më e madhe që mundet m'ia bë dikush vendit. Qytetarët na kena luftu, kanë vdek njerëzit për me bo që Kosova në mënyrë të lirë, qytetarët me votu kanë besojnë që është i duhuri, edhe besoj që qytetarët s'duhet me leju që të lirine për zgjedhje së politikanëve ja cënon dikush, as me pare, as me asnjë çmim. Për ndryshe, po them që i kemi forcu të gjithë mekanizmat që me mbikëqyr këtë sistem, që mos me u keqpërdor votat. A keni informata të mjaftueshme në kuptimin atje ku prodhohen fletë votimet, se dyshimet e mia janë atje ku prodhohen. A kanë qasje për shembull anëtarë të KQZ-s, sepse janë organe të ndara në kompaninë të cila e ka marrë tenderin për shtypjen e fletë votimeve. Sepse ne e kemi pa në rastin e Mitrovicës, kemi pa fletë votime dhe që KQZ-ja ka pranu, që kanë dalë me të njëjtin barkod, edhe është bani një manipulim i votës, nuk ka rëndësi për cilin subjekt politik. Dhe më thonë, si mbikëqyret ky proces? Unë si qytetare kam të drejten me dyshu edhe m'ja drejtu juve këtë pyetje. Na kemi anëtarët në KQZ, edhe të cilët janë anëtarë që po ashtu i mbikëqyrin edhe shpërndarjen e fletë votimeve, edhe pastaj numrimin, rinumrimin e tyre. Në gjitha këto faza kemi anëtarë edhe vëzhgues që janë certifikuar dhe që e bojnë Po që kemi monitorim. pa dhe Martin Berishën të bëjt vota me thesë zi.
E kemi pa, jemi ajo është dëshmitar. ambasador për që ata duhet m'ja kërku përgjegjësinë Kurtit direkt. Pse Martin Berisha i Po Kurti ban nuk ja vota. kërkan jehona, sepse Kurti ti shërbejnë ato vota. Jo, veç pak. Ai bon vota për Kurtin. Po mirë dhe, po për që ta qytetarët duhet me dënu Kurtin që e len Martin Berishajn ambasador dhe që ja len të drejtën që brenda ambasadës ai me qenë organizatori kryesor që për procesin e votimit. Ai faktikisht ka edhe antarë të KQZ-s aty, se kjo është kjo bartja votave, po më duket që është pak sa simbolik, duhet me u konstatu këto, duhet me pas proces gjyqësor, po sot është mundësi unike që qytetari me dënu Kurtin, pse si ka heq Martin Berishajn prej pozitës, pse e ka mbajt duke e shpërblyer atë, edhe duke e mbajt në rrjetin e energjetikës, edhe në rrjetin e prodhimit të flet votimeve. Po, krejt përgjegjësia është Kurti, s'ka përgjegjës këtu tjetër. Për që ta duhet... Cila është përgjegjësia opozitës? Po, nuk mundesh me ja kërku opozitës përgjegjësim për diçka që nuk është përgjegjës. Ti dush me kërku, na, faktikisht si parti politike, veç kërkojmë mbështetje për qytetarëve që me marë vota e me qenë na në qeveri. E që atëherë jemi përgjegjës na për krejt organizimin edhe funksionimin e institucioneve. Do me thonë, përgjegjësia është me sa vota merë me qaq e ushtron fuqin tënde. Më thonë, ju si LDK premtoni që qeveni në pushtet nuk bani vota me thesi Martine. O jo, kur? Ndëgjëm, LDK-ja është parti shtet formuse. Na kemi dhonë te për shumë njerëz, mundim, gjithë shka për me bo që të Kosovë të lirë, demokratike, të pavarur. Qëto kanë qenë 3 postulatet e Rugovës, liri, demokraci, pavarësi. Pavarësi, liri i kemi arrit. Sot është demokracia, demokratizimi i vendit, pikpyetja ma e madhe. Edhe për demokratizimin e vendit, LDK-ja qëndron fort që me pas proces zgjedhor demokratik, përfaqësim dinjitoz, edhe arritje, zhvillim për shtetin, edhe përfaqësim ndërkombëtar. Çto janë qëllimet tona, na garojmë, jeton të bindur që na e kena platformën më të mirë me zhvillu shtetin, me stabilizu institucionet, do me thonë me zhvillu në kuptimin që ekonomik, që qytetarët me pas mirëqënje, edhe me përfaqësu ndërkombëtarisht, kështu e ku na kanë qitë, na jemi sot në vitin 2025, jemi shteti në sankcione, në radhën e shteteve autokrate, kategorizohen me Bielorusin. Po, a nuk është gjëna kjo? Kosova nuk ja ka bërç as Kurtit e as një politikani në botë, luksin mja dhanë me keqpërdor karikën e kryeministrit, me usil në mënyrë të papërgjeshme, me ja hup aleancat shekullore që i kena bona me shumë mund për gjatë dekadave të fundit, deri në shtet formim, edhe me usil si vagabond duke udhëheq mafia energjetike, çka do tjetër për me arte miliona eurot. Nuk ja kemi bërç si popull, nuk na ka nem kërkush mja dhona atina drejtën me na qeverizën këtë mënyrë. Na jemi populli civilizum, edhe duhet përfundimisht me dallu të keqën prej të mirës. E tash ai që e ka kompleksin, që s'ka qenë luft, që se ka pushkën, që s'ka luftu, që sot de facto as familjen e vetë nuk e bjen këtu me jetu, se nuk i beson Kosovës si shtet. Se e vërteta është që ai as Kosovën si shtet nuk e ka njoft kur ajo është shpall, na nuk i kemi faj. Por nuk ja kemi as përbërshme, na i keq përdor shtetin tonë që kena dhonë shumë mund e kena besu në mënyrë të verbruar shumë prej nesh. E kështu që është koha kur qytetarët me kuptu definitivisht kush e dënë këtë vend, kush ja dënë të mirën këtij vendi, edhe kush është tu e keq përdor. Jo në këtë legislatur keni qenë bashkë me një këngëtare artiste, Dona Dalloshin, dhe gjatë një tubimi në Zvicër, diko e kemi pa, nashta dhe jo e keni pa, duke i këndu kryeministrit. Si e peket performancën? Nuk e di që ka me thonë. Do me thonë është e pa besueshme që në vitin 2025, një lideri, një partije, i kërkon një këngëtare, që potencialisht ka qenë këngëtare me shkollë, me ja bo një këngë të tillë. Më kujtoj ke një periudhë kur edhe në regjimin e Enver Hoxhës i kanë këndu partisë Enver Hoxhës. Ka pas të mirë Enver Hoxha, veç më falë, ajo ka qenë një 50 vite prej tash, 70 vite për tash. E jo në vitin 2025, kur rrjetet sociale
ka kalu koha e pushkës në Kosovë, sot është patriotizëm me dashtë Kosovën. Luksi i gjeneratave që jemi natash, po dhe të ardhmet që do të vinë, është se e kena shtetin. Duhet veç me mbajt, me ndërtu, me zhvillu, e jo me i këndu e me kriju folklorizma të pa qena. E qëtu është problemi, se ai sikur që shkon veri e bën filma, edhe na mundohet me kriju drama që me i dhonë ati energji, edhe me kriju mjegull për qytetarët, me besu që kjo është të bo akte për të cilat ne si qytetarët thjesht nuk kemi qasje atje. E tashti nuk kemi qasje për shkak se edhe ky krijon narrativa të tona se zakonisht autokratëve ju duhen që si kauza për me mbjetu se, atim pse që është esenca as një projekt konkret se ka bo për qytetarët e Kosovës. Thuma vetë cili është projektin arsem që e ka bo. Unë si drejtoresh në komunë të Prishtinës, bashkë me kryetarin Rama, e kemi bu mësimin tërditor për 5.000 nxënës, i ushqejmë çdo ditë 5.000 nxënës me mjete vetanake të komunës për fëmijët e Prishtinës. Ndërkohë që Kurti para 5 vjetëve i ka pas premtu shujta falas për krejt nxënësit e Kosovës, asnjë shujtë të vetme se ka dhënë. E tash patriotizëm asnjë shujtë, tregoma një shkollë publike në Kosovë që qeveria Kurti ja ka rezervu shujtën e ngrohtë. Në Prishtinë 5.000 LDK-ja jau ka siguru fëmijëve të Prishtinës, e tash po garojnë për bjabo krejt Kosovës. Po në fakt, dallimin mes nesh edhe ti është se ne e bëjmë realitet, e ai veç e premton edhe nuk ja u jep fëmijëve të Kosovës. Tash qëtu është dallimi. Me që jemi të premtimet edhe dashta me diskutu pak edhe plan programin e LDK-s edhe me i prek 2 tema që janë shumë të ndjeshme, me që kemi rritet e çmimeve, vështirësi në mbjetesë, sepse kosovarët menoj mbjetojnë me pagat edhe me çmimet mbjetojnë. A ka në kuadër të planit të LDK-s, a ka të planifikuar për shembull rritjen e pensioneve, rregullimin e skemës sociale, rritjen e pagave të administratës. Se na po e shohim, për shembull, çdo ditë trumpetohet që është rrit paga minimale. Po është rrit paga minimale në sektorin privat. Domethënë, ai është ka rrit pagën punëtorit te privati, jo te ai që është në shtet. A cila është ajo gjoja e rëndësishme që LDK-ja ka para po në qoftë se veç është pjesë e pushtetit? Është tepër e rëndësishme me thënë që ne i favorizojmë projektet zhvillimore, fabrikat, ato që krijojnë punë, industrinë teknologjike, investimet të cilat na kthehen në vende pune edhe në mirëqenie për familjet. Shtetit i takon me e rregullu ambientin që bizneset me u zhvillu në mënyrë më të lehtë, edhe rrjedhimisht qytetarët me u rrit prodhimi faktikisht dhe rrjedhimisht bin çmimet. Kur rritet prodhimi vendor, kur shteti ka platformë që i mbështet ato, çmimet bin se na konsumojmë produkte vendore dhe çmimet do të reflektoheshin menjëherë. Po normalisht që rritja e pagave është prioriteti yni. Sot, me gjithë këtë inflacion, se cili punëtor në administrat e merr rrogën e njëjtë me minus 200 euro inflacion. Do me thonë që është zhvlerësu paraja. Asnjëherë s'është adresu prej shtetit. Nuk janë rrit pagat në harmoni me inflacionin që e kemi pas në vend. Edhe kjo kallëzon shumë për mungesën e dorës së shtetit. Dhe mos harroni, na pare kemi. Buxheti i Kosovës ka pare. Problemi është që s'ka qeveri funksionale e me vizion. Edhe çka ndodh? Buxhetin ta han inflacioni, pare tu nejt aty me 100 miliona euro për secilin vit. Tash duhet me pas një vizion zhvillimor dhe këta që po bojnë edhe në për ministri, si po ju mbesin pare, po i shpërndajnë për qytetarët, edhe po ja u jepin ndjenjen që po përkujdesën për ta ja u jepin ka 100 euro. Po 100 euro i harxhon, edhe tani çka tani? Do me thonë... Në qoftë se nuk është në vardimësia, aja është diçka simbolike dhe... Jo, na mendojmë që të gjitha shtesat duhet me u ankoru në ligj.
faktikisht edhe shtesat e fëmijëve dhe rritja pensioneve, rritja e pagave duhet me u ankoru dhe mu adresu. Ka diçka konkrete të plani juaj? Po, absolutisht, ne do t'i mbështesim ata, edhe me qendra sociale, edhe me shtëpi të pleqve, edhe me shujta, falas, edhe me ngritje të pensioneve. Do me thonë... Që kjo e funit është shumë e rëndësi. Po, por kjo rritja e pensioneve është tepër e rëndësishme sepse me ndryshimet legislative që i ka bo kjo qeveri, ja u ka humbe dhe kontributet pensionistëve. Paramendoni, krejt mësus të viteve të 90-as, ja unë një kontributin e atyre viteve, edhe shumë prej tyre janë rangu në pensionist si kur me pas qenë të papuna në atë kohë, ndërkohë që arsimtarët e mësust kanë qenë duke punu për shtetin e Kosovës dhe duke e mbajt gjallë shkollën Shqipe. Edhe kjo do të kthen LDK-ja me njerë numrimin e kontributeve dhe vlerësimin, reflektimin me njerë në pensionet. Një i moshuar që s'ka punu i merë pension 150 euro. Po. Dhe po tjetë smut, nga një smundje kronike, si për zem diabete ose hipertensione, këto 150 euro nuk i dalin as për barna. Vërtet kjo gjë është e mjerushme në kuptimin kur ti i takon këta njerës. Dhe kur e nina mas një Liza Gashtin duke thënë që qytetarët e Kosovës, ka pas lafin edhe për sta qytetarë që krejt jetën e tyne kanë kontribu për ndërtimin e këtij shteti, nëse cili në variantin e vetë dhe mundësin e vetë. Kjo menaj që do të jetë kërkesë imediate, sepse dohet kjo shtresë shoqërore të jetoj pak më me dignitet. Edhe ka mundësi, sepse shteti siguron për shembull barnat bazike, mundet me ishti në një platformë vetëm barnat për pensionistët, edhe me i adresu që ata me pas një qek edhe me shkujt me marë barra të cilat i kompenzon shteti. Mundësh ka shumë forma të cilat mundësh me i përkra pensionistët. Edhe na jemi shumë të gatshëm, po këtu jeton është jo korrekte me bo veç premtime të cilat i ankoron vetëm si rritje pensionit, më thash që pensionet do të rriten, por ka edhe shumë mbështetje të tjera për të cilat pensionistët i kanë kërkesat ka hershme. Edhe mundësh me i bo që me ja u përmisu cilësinë e jetës atyre. Organizimin, shikoni edhe prindrit tonë, edhe shumë vjetër, nuk kanë jetë aktive, nuk kanë qasje në institucionet kulturore, ku ata me shku me pa shfaqje, me u socializu njëni me tjetrin, me lujt shah, me pas qendra kulturore. Na si komuni Prishtinës, po pra, i kemi bërë, por edhe ndryshon mënyra jetesës së tyre dhe ju ngritet një lloj i lumturisë. Sot me dinamikat që i kemi, nasi pak ma të ri, nuk arrim asnjëherë t'ju japim kohën e prindërve ose gjyshërve tonë, e kjo shteti edhe për kujdesja shtetërore ndaj këtyre kategorive duhet me qenë me prioritet. Ja unë, me datën 28 dhjetor do të kemi zgjedhje prapë. Shpresoj që procesit e ti qetë dhe të kaloj pa probleme. Ju keni rek gares prapë në këtë legislaturë. Me cilin numër garoni dhe çka është oferta dhe pse duhet më të votu prapë? Unë në Lidhjen Demokratike, në listë garoj me numrin 8, sepse angazhohem plotësisht për të avancuar cilësinë arsim. Angazhimi im kryesor dhe arsyeja pse kam hyrë në politik është që të kontriboj në fushën e arsimit, aty ku unë kam edhe kualifikimet, jam edhe pjesë e Universitetit Prishtinës, si mësimdhënëse, por në ndërkohë që unë kam doktoruar për politikën e jashtme dhe diplomacinë, këto janë dy fushat e mia të cilat unë i angazhohem dhe jap kontribut. Kësaj here angazhohem posaçërisht që të marrim fuqinë ekzekutiv në Ministrinë e Arsimit, që ta avansojmë sistemin arsimor, që ta forcojmë shkollën si institucion të rëndësishëm brenda institucioneve, që të rrisim numrin e qerdheve dhe të rrisim numrin e gjithë përfshirjes së fëmijëve parafillor në sistem arsimor dhe që ta avansojmë akademinë edhe universitetin. Nuk mbaj mend ndonjë periudhë të historisë Kosovës që ka pas kaq degradim masiv në sistemin e arsimit. Nuk mbaj mend që
Ministria me krejt potencialit që ka, që nuk ka arrit as në për tabelat digitale të asiguroj shkollave. E lejmë që shkollat sot nuk kanë as 2 euro budget. As njëra prej shkollave të Kosovës. Do me thënë, duhet një lloj decentralizimi i financave, që shkollat të kenë të paktën një budget në bazë të formulës për kokë nxënësi dhe hapësirë. Zhvillimi i shkollës, shëndrimi i shkollës në një shtëpi të dytë të dashtun për fëmijët, që i bjen mësim tërditor, investim në digitalizim të shkollës, aktivitete sportive, aktivitete kulturore, aktivitete jashtë shkollës për me njoft botën jashtë shkollës, edhe gjithsesi një përkujdesje të veçantë për fëmijët me nevoja të veçanta dhe fëmijët me arritje të jashtëzakonshme, sepse të dy kategoritë meritojnë një vëmendje më të shtuar. Krejt këto reforma, unë shpresoj edhe besoj që mund t'i çoj përpara, por në ndërkohë që më duhet besimi i qytetarëve që unë të arrij aty. Unë mësimin tërditor në komunën e Prishtinës e kam bërë realitet për 6 muaj. Për 6 muaj për kushtim të pandal, në 5 shkolla fillimisht, e sot është në 12 shkolla, jam e bindur që për 4 vjet ja arrim ta bëjmë në gjithë Kosovën, sepse fëmijët e Kosovës e meritojnë një shkollë dinjitoze, një shkollë të krahasueshme me vendet evropiane. I kemi mjetet, duhet veç vullnet për me qu përpara. Kemi staf arsimor të jashtëzakonshëm, potencial tek fëmijët të jashtëzakonshëm, krejt çka duhet njeri i dur me udhëheq këtë dikaster, edhe duhet një vullnet politik e një mas votuesish që i çojnë njerëzit e dur përpara. Jo, na të falenderojmë shumë dhe të dëshirojmë sukses në garën të cilën je fut. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Jeto Jetë. Faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi. Vazhdojmë me një pikë muzikore me bendin ton dhe shihemi në emisionin ton të radhës. Brava kamam në dyqan, o dyqan që si plashin në syt, e brave fitin, o brave fitin, betoj dyta aman aman, e brave fitin, o brave fitin, betoj dyta. Vetoj dito, vetoj tret, vallahi nuk deshta vet, o vallahi nuk deshta vet, o më shpëtoj, altia e shkret aman aman, o më shpëtoj, altia e shkret. Ja shaviti, haj, bravo. Faleminderit.